Përmes një mesazhi të ndjerë, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka krijuar lidhjen e veçantë dhe të pazëvendësueshme të shqiptarëve me datën 28 nëntor, duke e cilësuar atë si piknisje dhe vimësinë e fatit ton historik. Kjo ditë e 28 e muajit të 11 vërtet ishte një aksident historik i vitit 1443, por një aksident i tillë, i përsëritur me kaq shumë gun përgjatë historisë, do e mos u kthye dhe u bë shenjë e shenjtë e kalendarit ton kombëtar. Duke vijuar rrëfimin historik, Kurti ndali tek 28 nëntori i vitit 1912, kur në Vlorë pavarësinë e shpalli mëdhetësia e Shqipërisë, duke shënuar nëntorin e dytë në kronologjinë ton kombëtare. Kështu nisi rrugtimi i nëntorëve tanë, që erdhën e u lidhën si hallka të një zinxhiri të pashkupueshëm, duke shënuar jo vetëm data kalendari, por edhe rrugën e lirisë son. Pas shumë shekujsh, në 28 nëntor 1912, ky flamur u ngrit prap në Vlorën e Labërisë, ku u shpall mëdhetësia e Shqipërisë së sotme administrative. Ky ishte nëntori ynë i dytë. Ne po në këtë datë, në vitin 1955, në kullën e Jasharëve, në Prekaz, lindi kryekomandanti UÇK-s Adem Jashari, njeriu që do të vihej në balë të luftës për lirinë e Kosovës. Po ashtu, me 28 nëntor të vitit 1997, UÇK-ja për herë të parë doli publikisht për t'ia bërë me dije botës se ky popull ishte i gatshëm të bënte çdo flijim dhe nuk mund të hiqte dorë kurrë nga lufta për liri. Kurti theksoi se të gjithë këto ngjarje të ndërthurura mbi sakrificat njerëzore, përpjekje të vazhdueshme me ëndra shekullore, u kurorzuan me dy shtete shqiptare të pavarura, Shqipërinë dhe Kosovën. Sipas tij, sot shqiptarët ecën me shikimin drejt së ardhmes drejt një nëntori të tretë, që sipas tij duhet të vijë përmes punës, përkushtimit dhe vullnetit të përbashkët për të forcuar shtetin dhe rrugën europiane. Mesazhin e mbylli me urimin që ky moment historik të afrohet sa më shpejt.